Në momentin kur policia apo dogana neve në njofton se është një rast i dyshimt, Inspektorati i Brendshëm i Ahuvit aktivizohet dhe shkon në vendin e caktuar, për me bë përcaktimin e statusit shëndetësor të kafshëve, përcakton nivelin e evidentimit të kafshëve, a janë të regjistruar në sistem, a i kanë matrikula dhe aktivitetet tjera të cilat i përkasin sektorit veterinar, dhe konform gjetjeve raportohet autoritetit kompetent. Si veprohet për pyetni, çka bëhet me ato ngarkesa. Fatmirësisht, vetëm për zgjedhjen ai kem një strehimore për këto kafshë, kafshë dyshohen për kontraband ose keqpërdorim ose transport ilegal, nuk e di si ta quaj, por të gjitha janë jo konform legjislacionit. E kem burgun e Dubrovës dhe aty i çojmë kafshë, vetëm për zgjedhje. Përpos kontrollit gjendjes shëndetësore, për kushtimi i inspektorëve është edhe mirëqenia e kafshëve, sa ma shpejt ato mi shkarku për ngarkesa, janë temperaturat larta, nga kamionin sa ma shpejt mi shkarku dhe mi bo kontrollet tjera. Duke përfshirë edhe marrjen e mostrave, nxjerrjen e gjakut, dërgimin e mostrave në laborator, dhe konform asaj procedohet më tutje. Në përgjithësi nuk kena gjetë diçka të smura, që ka paraqit. Asgjësim nuk është bo, po konform aty në procedurave, nëse ka shmangje tatimeve dhe ato tjera sene, ashtu bëhen, ashtu procedohen. Vilën të ceket se Inspektorati Veterinar i Agjencisë Ushqimit për çdo rast që vërtetohet që është kontraband ose dyshohet për kontraband, e bën fletparaqitje në gjykata caktuar, për çdo rast bëhet në bashkëpunim me prokurorinë, me policinë dhe doganin.